Se lindëm pikërisht atë ditë, ka një ndjesi të çuditshme që na ndjek her pas here. Një lloj dëvu që nuk shpjegohet me logjik. Ndodh kur ecim në një rrugë të panjohur dhe ndjejmë se njohim çdo gur. Ose kur takojmë një të huaj dhe sytë e tij na duken sikur na tregojnë një histori mijëravjeçare. Sipas teorive ezoterike dhe astrologjisë karmike, shpirti nuk është një tabula rasa kur vjen në këtë botë. Ai mbart me vete vdekjen e vjetër, një bagazh përvojash, dështimesh dhe triumfesh që kanë ndodhur përpara se të merrnim frymëmarrjen tonë të parë në këtë jetë. Data juaj e lindjes nuk është thjesht një koincidencë statistikore apo një afat për të rinovuar dokumentet. Ajo është një kod i rregulluar mirë, një lloj save file i jetës tuaj të kaluar. Pozicioni i planetëve në momentin që keni dalë në dritë tregon se ku e keni lënë kapitullin e fundit dhe pse jeni rikthyer. Nëse besojmë se energjia nuk humbet, por vetëm transformohet, atëherë vdekja e vjetër është thjesht dera që u mbyll për t'u hapur kjo e sotmja. Astrologjia shpesh shihet si një mjet për të parashikuar nëse do të gjejmë para në rrugë apo nëse personi që pëlqejmë do të na shkruajë. Por në një nivel më të thellë, horoskopi është harta e karmës. Shenja juaj e diellit, ascendenti dhe mbi të gjitha nyjet e hënës, node, tregojnë qartë se kush keni qenë. Nëse keni lindur në një shenjë të caktuar, kjo do të thotë se shpirti juaj ka zgjedhur atë energji për të balancuar diçka nga e kaluara. Për shembull, një person që sot është një peshore e pavendosur, mund të ketë qenë një luftëtar i egër në jetën e kaluar që nuk pyeste askënd. Sot, universi e detyron të mësoj bashkëpunimin. Dashi, luftëtari që kërkon paqen e brendshme. Nëse keni lindur në shenjën e dashit, vdekja juaj e vjetër ka shumë mundësi të ketë qenë e dhunshme, ose të paktën shumë dinamike. Energjia e dashit është ajo e fillimit, por shpesh vjen nga një fund që ka ndodhur në mes të betejës. Kush keni qenë? Në jetën tuaj të kaluar, ju keni qenë me shumë mundësi një ushtarak, një eksplorues i vetmuar ose dikush që ka jetuar në skajet e rrezikut. Ju ishit personi që hidhej i pari në zjarr. Nuk kishit kohë për diplomaci apo për të dëgjuar ndjenjat e të tjerëve. Jeta juaj mbaroi ndoshta papritur, duke lënë pas shumë plane të papërfunduara. Kjo është arsyeja pse në këtë jetë ju keni këtë nxitim të pashpjegueshëm. Ju ndjeni se koha po ju ikën, edhe kur jeni duke pirë kafe qetësisht. Marsi, planeti juaj udhëheqës, mban memorien e qelikut dhe të gjakut. Në këtë jetë ju jeni këtu për të mësuar se guximi nuk është vetëm sulm, por edhe mbrojtje e të dobëtëve. Nëse në jetën e kaluar keni vdekur si një hero i vetmuar, në këtë jetë karma ju kërkon të bëheni një lider që frymëzon, jo një diktator që urdhëron. Demi, mbreti i rënuar që mëson vlerën e shpirtit. Për ata që kanë lindur në shenjën e demit, koncepti i pronësisë është jeti, por kjo nuk vjen nga lakmia, por nga një traumë e lashtë e humbjes. Kush keni qenë? Në një jetë të mëparshme, ju mund të keni qenë një person me pasuri të madhe, mbase një tregtar i suksesshëm apo një aristokrat që zotëronte tokë. Megjithatë, vdekja juaj e vjetër mund të ketë ardhur si pasojë një përmbysjeje të madhe, një luftë që ju mori gjithçka, një zi buke ose një trati që ju la në rrugë. Ju keni vdekur me ndjesinë se asgjë nuk është e sigurt dhe se gjithçka që prekni mund të zhduket. Afërdita ju udhëheq në këtë jetë për t'ju treguar se bukuria dhe stabiliteti mund të krijohen sërish. Ju jeni të fiksuar pas rehatisë dhe sigurisë financiare sepse shpirti juaj e mban mend se çfarë do të thotë të mos kesh asgjë. Misioni juaj karmik është të kuptoni se vlera juaj nuk varet nga ajo që keni në bank, por nga ajo që keni në zemër. Ju po mësoni se toka mund të lëkundet, por rënjët tuaja shpirtërore duhet të mbeten të palëkundura. Binjakët, lajmtari që kërkon të vërtetën e madhe. Nëse jeni binjak, mendja juaj punon me shpejtësinë e dritës. Ky nuk është një talent i ri. Është një mbetje nga një jetë ku informacioni ishte mjeti juaj i mbijetesës. Kush keni qenë? Ju keni qenë shkrimtari, poeti, spiuni ose lajmtari i fshatit. Në epokat ku komunikimi ishte i vështirë, ju ishit ura që lidhte njerëzit, por ka një hije në vdekjen tuaj të vjetër. Ndoshta keni folur më shumë se ç'duhej. Ndoshta një e vërtet që treguat shkaktoi një tragjedi, ose ndoshta vdiqet pa thënë dot fjalën e fundit që do të shpëtonte di. Mërkuri ju dhuron aftësinë për të folur, por në këtë jetë sfida juaj është të mos mbeteni në sipërfaqe. Shpirti juaj ka një frikë të nëndeshme nga të qenit i keq kuptuar.
Ju keni qenë dikush që ka jetuar përmes mendjes, duke neglizhuar emocionet. Në këtë jetë jeni rikthyer për të kuptuar se jo çdo gjë që thuhet është e vërtetë dhe se heshtja ndonjëherë është komunikimi më i fuqishëm. Gaforja. Ruajtësi i vatrave të shuara. Për gaforret, familja dhe ndjenja e përkatësisë janë gjithçka. Kjo lidhet me një jetë të kaluar ku roli juaj ishte ai shtyllës emocionale të një komuniteti ose familje të madhe. Kush keni qenë? Ju keni qenë nëna e madhe, shëruesja e fshatit ose dikush që ka sakrifikuar gjithë identitetin e tij për të shërbyer të tjerëve. Vdekja juaj e vjetër mund të ketë qenë e mbushur me melankoli, ndoshta keni vdekur të rrethuar nga njerëz, por duke ndier se keni harruar të jetoni për veten tuaj. Ose në një skenar tjetër keni humbur shtëpinë tuaj dhe keni bredhur si refugjat, gjë që shpjegon nevojën tuaj të sotme për të pasur një fole të sigurt. Hëna, e cila sundon gaforen, është arkiva e emocioneve të botës. Ju mbani me vete dhimbjen e brezave. Në këtë jetë, detyra juaj është të mësoni se mund të kujdeseni për të tjerët pa u mbytur vetë. Ju po mësoni të vendosni kufi. Shpirti juaj po kërkon të kuptojë se shtëpia nuk është vetëm një ndërtesë me mure, por një gjendje paqe e brenda vetes, pavarësisht se kush vjen e kush ikën. Luani. Mbreti i harruar që kërkon dritën. Luanët kanë një nevojë të lindur për vëmendje dhe adhurim. Ky nuk është thjesht egoizëm. Është një kërkim për një status që dikur e kishit dhe e humbët. Kush keni qenë? Ju keni pasur pushtet. Mund të keni qenë një mbret, një aktor i famshëm në teatrot antike, ose një lider fisnor që ndiqej me adhurim. Megjithatë, vdekja juaj mund të ketë ardhur kur dritat u fikën. Ndoshta u harruat, u zëvendësuat ose u tradhtuat nga ata që ju duartrokisnin. Ajo rënje nga froni la një plag në shpirtin tuaj. Frikën e të qenit thjesht një njeri i zakonshëm. Lidhja me horoskopin. Dielli ju jep shkëlqim, por ju mëson edhe një leksion të vështirë. Jo gjithçka rrotullohet rreth jush. Në këtë jetë ju keni ardhur për të mësuar bujarinë e vërtetë. Nëse në jetën e kaluar keni kërkuar pushtet për veten, tani duhet të përdorni dritën tuaj për të ndriçuar të tjerët. Vdekja juaj e vjetër ju mësoi se lavdia e jashtme është kalimtare. Tani duhet të gjeni mbretërinë brenda vetes. Virgjëresha, shëruesi që harroi veten në detaje. Nëse keni lindur në shenjën e virgjëreshës, shpirti juaj vjen me një ndjesi të lartë përgjegjësie dhe një sy kritik që nuk I shpëton asgjë. Kjo perfeksioniste e sotme është pasojë një jete ku saktësia ishte çështje jete a vdekjeje. Kush keni qenë? Në jetën tuaj të kaluar, ju keni qenë me shumë mundësi një mjek, një herbalist shërues me bimë, një llogaritar I mbretit ose një murg që kopjonte dorëshkrime të shenjta. Ju keni jetuar në një botë ku një gabim I vogël në dozën e një ilaçi apo në një shifër mund të shkaktonte katastrofë. Vdekja juaj e vjetër ka pasur një shije melankolike. Ndoshta keni vdekur duke punuar deri në frymën e fundit, duke u ndier fajtor që nuk keni bërë mjaftueshëm. Ky është burimi I asaj zhurmës së brendshme që ju thot gjithmonë: mund ta bëje edhe më mirë. Lidhja me horoskopin. Mërkuri te Virgjëresha nuk është vetëm komunikim, është analizë. Ju jeni këtu për të mësuar se trupi është tempull, por mendja nuk duhet të bëhet burg. Karma juaj në këtë jetë është të kuptoni se ka bukuri edhe në kaos. Ju keni vdekur si një shërbëtor I rregullit. Tani duhet të jetoni si një shërues që fillon duke shëruar fillimisht veten nga ankthi I kontrolli. Peshorja. Gjykatësi në kërkim të harmonisë së humbur. Për peshoren, çdo gjë duhet të jetë e bukur dhe e drejtë. Por kjo nevojë për ekuilibër vjen nga një jetë e kaluar që ishte mbushur me konflikte të ashpra, ose padrejtësi të mëdha që ju dhembin ende. Kush keni qenë? Ju mund të keni qenë një diplomat, një gjykatës, ose një artist që jetonte në oborret mbretërore ku intrigat ishin bukë e përditshme. Vdekja juaj e vjetër mund të ketë qenë pasojë një vendimi që u desh të merrnit, një zgjedhje midis dy anëve që ju sheu shpirtërisht. Ndoshta keni vdekur duke u përpjekur të pajtoni dy ushtri, ose keni humbur jetën për shkak të një tradhtie në një marrëdhënie që e konsideroni të shenjtë. Lidhja me horoskopin. Afërdita ju jep sharmin, por edhe frikën nga vetmia. Ju jeni kaq të dhënë pas partneritetit sepse në jetën e kaluar, izolimi ishte dënimi juaj më I madh. Misioni juaj karmik është të mësoni të thoni jo. Ju keni vdekur duke u përpjekur t'i bëni të gjithë të lumtur dhe dështuat.
Në këtë jetë duhet të mësoni se ekuilibri i vërtet fillon kur jeni në paqe me veten, edhe nëse bota jashtë po bërtet. Akrepi, alkimisti që sfidoi vdekjen. Akrepi është shenja më e lidhur me konceptin e vdekjes së vjetër. Për ju, kjo temë nuk është e frikshme, por pothuajse familjare. Kush keni qenë? Ju keni qenë dikush që ka operuar në hije. Një alkimist që kërkonte sekretin e pavdekësisë, një magjistar, një spiun i nivelit të lartë, ose një person që zotëronte sekrete që mund të rrëzonin perandori. Vdekja juaj nuk ka qenë kurrë e thjeshtë. Ka shumë mundësi që të ketë qenë një vdekje dramatike, e lidhur me një transformim të madh, ose një vdekje rituale ku ju dorëzuat gjithçka për një besim më të lartë. Ju e mbani me tradhtim më mirë se çdo shenjë tjetër. Lidhja me horoskopin, Plutoni, zoti i nën tokës, ju jep intensitetin tuaj legjendar. Ju keni lindur me një lloj shis të gjashtë, sepse në jetën e kaluar, mbjetesa juaj varen nga aftësia për të lexuar njerëzit para se ata t'ju sulmonin. Karma juaj është pushteti dhe transformimi. Ju po mësoni të përdorni forcën tuaj për të shëruar, jo për të shkatëruar. Ju keni vdekur me sekrete të rënda. Në këtë jetë duhet të mësoni të besoni dhe të lini dritën të hyjë në skuta tuaja më të errëta. Shigjetari, filozofi i rrugëve të gjata. Shigjetarët kanë një nevojë të pashpjegueshme për liri. Nëse i mbyllni, ata vdesin. Kjo vjen nga një jetë ku horizonti ishte i vetmi shtëpi që njihnin. Kush keni qenë? Ju keni qenë një nomad, një eksplorues i deteve të panjohura, një misionar ose një profesor që udhëtonte nga qyteti në qytet për të përhapur dije. Vdekja juaj e vjetër ka ndodhur me shumë mundësi larg vendlindjes. Ndoshta keni vdekur në një anije, në një shkretir ose në një vend të huaj ku askush nuk e njihte gjuhën tuaj. Kjo është arsyeja pse sot ndjeheni si në shtëpi, kudo ku ka aventura dhe ndiheni të mbytur në rutinë. Lidhja me horoskopin. Jupiteri ju mbron, por ju bën edhe të pakujdesshëm. Në jetën e kaluar, ju keni ndjekur të vërtetën me çdo kusht, ndoshta duke lënë pas njerëz që ju donin. Në këtë jetë, karma juaj është të kuptoni se e vërteta nuk është vetëm atje tej në vende egzotike, por edhe në përgjegjësitë e përditshme. Ju po mësoni se liria e vërtet nuk është të ikësh, por të kesh ku të kthehesh. Sekreti i nyjeve të hënës, knyja e veriut dhe e jugut. Për të kuptuar me saktësi se kush keni qenë, përveç shenjës së diellit, duhet të shohim nyjen e jugut, South Node në hartën tuaj natale. Ky është pika ku astrologjia thot se shpirti ka pushuar në jetën e fundit. Nëse nyja juaj e jugut është në dashi, ju keni qenë një luftëtar i vetmuar dhe tani duhet të mësoni bashkëpunimin, peshorja. Nëse është në demi, keni qenë të fiksuar pas materies dhe tani duhet të mësoni shpirtëroren, akrepi. Nëse është në binjakët, keni qenë një thashe themegji apo shpërndarës informacioni sipërfaqësor dhe tani duhet të kërkoni urtësinë e thellë, shigjetari. Si ndikon dita e lindjes në vdekjen e vjetër? Numerologjia plotëson atë që astrologjia lë pas. Dita kur keni lindur, PSH 1-15-29 tregon moshën e shpirtit tuaj në momentin e tranzicionit të fundit. Ata që kanë lindur në ditët 1-10, shpirti juaj e ka mbyllur jetën e kaluar me një ndjesi të refillimi. Jeni shpirtra të rinj në këtë cikël. Ata që kanë lindur në ditët 11-20, keni vdekur në mesin e një betejë apo procesi të rëndësishëm. Jeni këtu për të përfunduar një punë të lënë për gjysmë. Ata që kanë lindur në ditët 20-31, jeni shpirtra të vjetër. Vdekja juaj e fundit ishte e pjekur dhe keni ardhur në këtë jetë me shumë urtësi, por edhe me një lodhje të pashpjegueshme nga bota. Jemi në fazën përmbyllëse të këtij udhëtimi nëpër kohë, ku do të hapim dyert e fundit të zodiakut dhe do të deshifrojmë se si elementet e natyrës na tregojnë vendodhjen gjeografike të vdekjes son të vjetër. Ky cikël mbyllet me shenja që mbajnë peshën më të madhe të karmës. Arkitektët, rebelët dhe mistikët. Briciapi, arkitekti i harruar i perandorive. Briciapi mbart një seriozitet që shpesh duket sikur nuk i përket moshës së tij fizike. Nëse keni lindur në këtë shenjë, ju jeni shpirti i rritur që ka vdekur me një ndjesi të lartë detyre, por ndoshta me pak dashuri. Kush keni qenë? Në jetën tuaj të kaluar, ju keni qenë një person me autoritet të madh, një administrator shteti, një ndërtues katedralesh, ose një kryefamiljar i rrept që duhej të mbante mbi supë mbijetesën e një fisi të tërë. Vdekja juaj e vjetër ka qenë e vetmuar.
Ndoshta keni vdekur në majtë të pushtetit, por të rrethuar nga njerëz që ju respektonin nga frika, jo nga dashuria. Kjo shpjegon pse në këtë jetë ju keni një frikë të nëndeshme nga dështimi dhe një nevojë të madhe për të qenë të dobishëm. Lidhja me horoskopin. Saturni, planeti i kohës dhe i kufizimeve, është mësuesi juaj. Ai ju kujton vazhdimisht se koha po ikën. Karma juaj në këtë jetë është të mësoni se suksesi pa gëzim është një burg i praruar. Ju keni vdekur duke punuar për të tjerët. Tani duhet të mësoni të ndërtoni diçka që ushen shpirtin tuaj, jo vetëm statusin tuaj shoqëror. Ujori. Rebeli që erdhi nga e ardhmja. Ujorët shpesh ndihen sikur nuk përshtaten në asnjë vend, dhe kanë të drejtë. Shpirti juaj ka një memorie të një jete ku ishit shumë përpara kohës suaj, gjë që ju kushtoi shtrenjtë. Kush keni qenë? Ju keni qenë shkencëtari i çmendur, astronomi që u dënua për idetë e tij, ose revolucionari që u përpoq të përmbyste një tiranë. Vdekja juaj e vjetër ka shumë mundësi të ketë qenë një dëbim ose një izolim social. Ju vdiqet si një outsider i huaj, duke parë botën që nuk ju kuptonte. Kjo është arsyeja pse sot ju e vlerësoni lirinë mbi çdo gjë tjetër dhe keni një lloj skepticizmi ndaj rregullave të verbëra. Lidhja me horoskopin. Urani ju jep shkëndijën e gjeniut, por edhe ndjesinë e shkëputjes. Ju jeni këtu për të mësuar se nuk keni nevojë të jeni vetëm për të qenë të veçantë. Karma juaj është të ktheni idetë tuaja vizionare në diçka që ndihmon kolektivin, pa pasur frikë se do t'ju gjykojnë sërish. Ju vdiqet për një ideal. Në këtë jetë jeni këtu për ta parë atë ideal të jetësohet. Peshqit, shpirti i fundit në rresht. Peshqit janë pika ku mbaron zodiaku dhe fillon amshimi. Nëse jeni peshq, ju i keni kaluar të gjitha jetët e tjera. Ju jeni biblioteka e gjallë e dhimbjeve dhe gëzimeve njerëzore. Kush keni qenë? Ju keni qenë gjithçka. Por jeta juaj e fundit ka qenë me shumë mundësi ajo një mistiku, një murgu, një artisti të varfër ose një njeriu që ka jetuar në sakrificë totale. Vdekja juaj e vjetër ka qenë një dorëzim, ndoshta keni vdekur në një gjendje meditimi, ose në një spital duke ndihmuar të tjerët, ose thjesht duke u tretur nga një dashuri e pamundur. Ju mbartni me vete një lloj trishtimi kozmik që nuk dini ta shpjegoni. Lidhja me horoskopin. Neptuni ju mjegullon kufit midis realitetit dhe ëndrrës. Ju jeni këtu për të mbyllur ciklet. Karma juaj është të mësoni se nuk jeni përgjegjës për të gjithë dhimbjen e botës. Ju vdiqet duke u shkrirë me universin. Në këtë jetë duhet të mësoni të mbani këmbët në tokë ndërsa koka juaj prek yjet. Ku keni jetuar? Gjeografia e shpirtit. Për të kuptuar vendin ku keni kaluar jetën tuaj të fundit, duhet të shohim elementin e shenjës suaj të lindjes. Ai funksionon si një busull që tregon klimën dhe peizazhin ku vdekja juaj e vjetër ka lënë gjurmë, Saturni, zoti i karmës dhe vdekja e vjetër. Nëse doni të dini se cili është dënimi ose shpërblimi që keni sjell me vete, shihni ku ndodhet Saturni në hartën tuaj. Nëse Saturni është në shtëpinë e 1, ju keni vdekur duke pasur frikë të tregoni kush jeni. Sot, jeta ju sfidon të jeni autentik. Nëse është në shtëpinë e 4, keni pasur një vdekje që ka ndarë familjen tuaj. Sot, kërkoni me ngulm sigurinë e shtëpisë. Nëse është në shtëpinë e 8, vdekja juaj ka qenë lidhur me borxhe ose sekretet e errëta. Sot, jeni të obsesionuar pas kontrollit dhe të vërtetës. Përfundim, pse na duhet ky informacion? Të dish se kush keni qenë nuk shërben për të mburur, unë isha Kleopatra. Shërben për të kuptuar pse sot keni frikë nga uji, pse nuk besoni te njerëzit, ose pse keni një talent të lindur për muzikën pa bërë asnjë shkollë. Vdekja juaj e vjetër nuk është një fund, por një mësuese. Kur kuptoni se data juaj e lindjes është një urë, ju pushoni së luftuari me fatin dhe filloni të bashkëpunoni me të. Ju nuk jeni këtu për të përsëritur të kaluarën, por për ta shëruar atë. Nëse në jetën e kaluar vdiqet me grushta të mbyllur, në këtë jetë misioni juaj është i hapni ato dhe të pranoni gjithçka që universi ka rezervuar për ju. Shënim. Ky tekst prej mijëra fjalësh është vetëm fillimi i një kërkimi personal. Çdo datë lindje e mbart një nuancë unike. Nëse dikush ka lindur më 12 prill, ai është një dash, por me vibrimin e numrit 3, 1-2, që do të thotë se vdekja e tij e vjetër ishte ajo një luftëtari që kishte edhe shpirtin e një artisti. Udhëtimi juaj vazhdon sot.
Cilin kapitull do të shkruani që shpirti juaj të mos ketë nevojë të kthehet më për të njëjtin leksion?